Shëndetje, jam Elita Krasniqi, nxënëse e vitit të dytë të shkollës së mesme Drita në Kërçov. Sot do të prezantoj njësinë mësimore, jeta dhe veprimtaria e Jeronim Deradës. Jeronim Derada lindi në vitin 1814 në fshatin Maki, apo Kozenzës, në Kalabri. Mësimet e para i mori në kolegjin e Shën Adrianës në vitin 1833, ku njoh edhe me idetë të revolucionit borgjez të Francës të vitit 1789. Pasi kreu kolegjin, mësimet nuk i vazhdoi pasi ishte shën deklik. Pushoi një vit në Maki, por gjatë kësaj kohe ai nuk qëndroi kot, sepse ju përvesh një punë të vlefshme që të mbledh këngë popullore nga fshatarët e tij, përmes të cilave u njoh edhe me motivet e këngëve popullore dhe me artin poetik të kësaj krijimtarie. Në vitin 1834, Derada, sipas dëshirës së prindërve, u regjistrua në Fakultetin Juridik në Napoli, ku u njoh edhe me lëvizjen politike të rinisë së Napolit. Në 1836 erdhi në pushime në fshatin e tij në Maki me veprën e tij të parë të votuar, Kançellat e Milosaos, që kishte votuar por në atë vit në Napoli. Me që Derada u tregua shumë aktiv në lëvizjen politike të qytetit, ku bëheshin përpjekje për përmbysjen e dinastisë Burbonëve, e cila nuk pati sukses, ai u burgos me 6 muaj buk dhe pas këtyre ndodhjeve i u keqësua gjendja materiale, prandaj u detyrua të punojë si mësues privat në një shtëpi aristokrate në Napoli. Përkundrejt këtyre vështirësive, ai nuk ndërpreu krijimtarinë e tij letrare dhe arriti të botojë veprën më të vlefshme, e cila ishte këngët e Serafina Topis. Në vitin 1878 ndodhi një ngjarje shumë e rëndësishme për Deradën, e cila ishte lidhja me Prizrenit, sepse kjo ngjarje sadopak do të ngjallte shpresat për një autonomi ose pavarësi kombëtare. Me njëherë pas këtyre ngjarjeve, ai ndorë revistën Flamuri i Afrit në vitin 1883 ku shprehu vetanizmin dhe mbrojtjen e tërësisë territoriale që kërcënuar nga fqinjet dhe nga politika austriake italiane. Ai u afirmua mjaft në trajnet kulturore shkencore, ballkanike dhe europiane, ku mbajti edhe korrespondencë me dietarë të shquar shqiptar si dhe të huaj. Në fund e kaloi jetën në varfëri të madhe. Çdo ditë, dimër e verë e bëri rrugën nga fshati Maki në Shën Adrianën për të dhënë mësim. Ndëroi jetë në vitin 1903 në vetmi të plotë dhe me brengën e madhe për fatin e mëtejshëm të arboreshëve që po e humbin çdo ditë më shumë gjakun arboresh. Ndër veprat më të njohura të Jeronim Deradës veçohen Kançellat e Milosaos, e cila u votua në vitin 1836, këngët e Serafina Topis në vitin 1839, Tragjedia në Nidët, e cila u votua në vitin 1826, Rrëfimet e Afrit në vitin 1827, Parimet e Estetikës u votua në vitin 1861, Rapsodi ku poemi arboresh në vitin 1866, Flamuri i Arborit në vitin 1883, Sofonizma në vitin 1892, si dhe veprat autobiografi në vitin 1898. Disa nga vlerësimet kritike të dietarëve tanë dhe të huaj për veprimtarinë letrare të Jeronim Deradës. Mikhail Markiano. Në letërsinë antike dhe moderne nuk gjendet një poezi që të ketë aspekt të ngjashëm të Deradës. Në radhë të parë mungon një lloj letrar ku ta vendosim Milosaja. Që paraqitet si lirikë është një varg tablosh që ka edhe elemente lirike dhe narrative, me intermezzo të formës dramatike. Skanderbeku i Fafat janë pjesha që përfshihet në epikën dramatike dhe lirikën me intermezzo didaktike. Cilësia më e lartë dhe më e dukshme e talentit të tij është origjinaliteti në kuptimin e plotë të fjalës. Ali Gjiku. Letërsia arboreshe u zhvillua më parë, poema Milosao, një nga veprat e saj, në një vend ku domosdoshmë kontaktet me romantizmin evropian ishin më të mundshme e më të shumta. Këto ndikime shihen në karakterin e disa personazheve, në dramaticitetin e disa situatave. Le të kujtojmë në këtë rast Bozdar Stresin, luftëtarin e të boçëm, burrin e rrallë në trimëri, dashnorin e apasionuar, krenarin e zemëruar, që vuan thellë në shpirtin e tij, viktim e forcave të veruta. Recep Çosja. Në mesin e arboreshëve të Italisë, shkrimtar i pritur me entuziazëm më të madh, Jeronim Derada është shkrimtari që ka ushtruar ndikim më më fëqikashëm në letërsinë arboreshe të kohës së tij. Në shkallë të ndikojë Derada në
s'ka dyshim se do të ndikojë në të gjitha shenjat e saj, në shtresën e saj folklorike, me historinë, me pozitën e trijetarit, me sistemin figurativ, me etikën e personazheve, me struktura karakteristike të kompozicionit, domethënë me të puna, me të gjitha veçoritë të saj. Dora Filistria, poezitë e tij janë negimi i viteve të lumtura të Shqipërisë. Eqrem Çabej, veprat e Deradës kanë ruajtur një frymë thjesht romantike kaloritin etnografik, ato janë pasqyra besnike dhe e lartësuar në sferën e poezisë së jetës shqiptare dhe zakonet e saj. Derada është i pari këngëtar i shpirtit të krijuar në letërsinë shqiptare. Është poet i lindur, realiteti nuk ndryshon në poezinë e tij, por mbështillet në një tjetër dukshëm, i cili ndihet pa pushim në tekstin magnetik. Ka isur me ndjenjen e realitetit dhe me shijen e ëndrrës çdo gjë e çuditë. Arti i tij nuk përkufizon, por sugjeron teknikën e simbolistëve. Victor Hugo, kush dëshiron të shohë plotësimin e poezisë romantike moderne, të lexojë këngët e Miroslavut, të zotëriut Jeronim Deradës. Marita. Poezia është ka ardhur nga pregjet tuaja dhe atje do të vëllë përsëri. Frederik Niskas. Krimet tuaja plot mëngjepse, freski dhe paqë evangelike ju uroj zotëri, që ja vini kushtuar muzës tuaj, dashurinë tuaj dhe qenien tuaj, punkteve të gjuhës suaj në për lëvdin e vendit tuaj dhe të popullit tuaj. Nëse gjuhët e zyrtare në japin më shumë mësues, shkrimtarëve të tyre, gjuhët natyrale nxjerrin në shesh fshehtësinë e poezisë së vërtet, të jeni pra i lumtur që u zgjodhët për të lartësuar psalmet e Shqipërisë suaj të dashur. Ismail Kakaret. Mirosau është poema për dashurinë e lumturisë, për iluzionet e vëlljet, për drita e hije, për rivëratimin njerëzor, për marrëdhëninë e jetës me një fjalë, poema për pluralitetin dhe pakëndshmërinë e një populli. Emin Kabashi, Jeronim Derada është romantiku i parë dhe romantiku fenomen i imo. Në poemat e tij romantike, prania e ateut është një emanet i marrë me vete, me fundit e pranëreshme për te detit. Këtë emanet poeti ynë e kishte rejtë për të jetën. Autori kishte ushqyer ilustracionin në sinjor për vete, atëherë për të tjerët, se nga koha e mondit të madh, ekzistonte poemë e madhe dhe krijoi skandaleon e kohës. Shpresoj që këto informata të janë sa dhe pak të mirësartura nga të gjithë ju. Ju faleminderit.